Dihet dhe ajo që jam i sigurt që Zoti tha që s'do ta lëshoj ditën e varrimit, dhe nëse lëshojnë është një befasi që nuk besoj që do ta bëjnë. Patjetër, padrejtësitë janë ato që kanë mundu më së shumti agjithaqen. Shqani, ky lajm në përgjithësi është një lajm i hidhur, edhe me të hidhur e bën vetë fakti dhe situata e cilën është. Do thotë është një lajm cilën njerëzit në këtë kohë dhe Kosova në këtë kohë nuk është dashur të ketë kësi rastesh. Këtë lajm e bën edhe me të hidhur një pjesë ku ajo gjykat nuk ka as respektin më themelor të drejtave të njerëzit. Dihet vonesën që e bon për vizita. Dihet dhe ajo që jam i sigurt që Zoti tha që s'do ta lëshoj ditën e varrimit, dhe nëse lëshojnë është një befasi që nuk besoj që do ta bëjnë, sepse ata përkundër faktit që thonë se është gjykatë e popullit, ata kanë frikë nga ky popull. Prandaj pritojnë bitë të këtij populli të binë në varrezat e prindëve të tyre. Prandaj unë mendoj se sot është një ditë e rëndë, jo vetëm për familjen, por është një ditë e rëndë edhe për djemtë e lirisë, është një ditë e rëndë për vetë popullin e Kosovës, është një ditë e rëndë edhe për rinin, i cila sheh dhe sot që duhet të paguhet tagri i lirisë shekullin 21, një shtet që është liru mbi 25 vite. Kjo familje që qëndron dhe mësu me zbaticës e jetë, dhe megjithatë ka herë njëri edhe e pret një qëndres të tillë, mirë po ajo njerëzoria dominon, dhe njerëzoria të bën që të ketë emocione, sepse të fundit vetëm ikjan nga prindi, vetëm damjan nga prindi edhe në kushte normale është edhe dhimshme. Ndërsa situata që përmenda kjo e ngrit dhimbjen, por e shoh që ta ka ngrit edhe krenarin. Te ta dhe te bashkëluftëtarët e tij dhe te ata të cilët e çmojnë lirin dhe ja din kuptimin e lirisë. Prandaj unë besoj që aty edhe gjojnë forcën ose është burimi i forcës. Sot është padyshim një ditë shumë e rëndë për familjen Thaçi, për presidentin Thaçi, i cili ishte para disa ditëve për të vizituar babain e tij dhe menjëherë pas vizitës si babai i tij ndroi jetë. Me aq sa e dim, komuna e Skënderajit do të organizojë gjithë ceremoninë e varrimit të babait të presidentit Thaçi. Patjetër, padrejtësitë janë ato që kanë mundu më së shumti agjithaqen, më së shumti familjen Thaçi, dhe këto padrejtësi, dhimbja padrejtësisë, vujtjet nga kjo padrejtësi, padyshim që i kanë shkaktuar edhe se me thonë shëndetin, ja kanë shkaktuar edhe shëndetin Bacit Haxhi, i cili u mbajt shumë mirë deri në ditën kur është vizituar nga biri i tij Hashim Thaçi, dhe në momentet që ka vizitu, pas asaj ka fillu përkëtësimi i tij dhe mbrëm ka ndrru jetë. Por procesi në Hagë edhe njëherë është një padrejtësi shumë e rëndë që i ka ndodhur jo vetëm familjes së presidentit, ndaj gjithë krerëve të UÇK-s, ndaj gjithë Kosovës. Ju e dini që edhe Kadri Veselit i kanë vdek prindërit e tij derisa ishte në Hagë, Gucatit i kanë vdek prindit derisa ishte në Hagë, vëllai ka vdek Jakub Krasniqit sa ishte në Hagë, po ashtu edhe vëllai i vdiq edhe zotit Nasim Haradinaj sa ishte në Hagë. Pra, kjo ishte një padrejtësi shumë e madhe, refuzimi që u bë 4 herë familjes Thaçi për të vizituar Hashim Thaçi, babain e tij, ishte po ashtu një padrejtësi, dhe unë mendoj që për vizitave që kom pas te Baci Haxhi, ai asnjëherë nuk e ka nda dëbirin e vet me krerë tjerë të UÇK-s, gjithmonë është lutur për ta, gjithmonë është lutur për lirimin e tyre. Po nuk kam informacione të tilla, unë besoj që mbrojtja në momentin e duhur do ta bëjë edhe kërkesën për ardhjen e tij në ceremoninë e varrimit dhe i mbetet gjykatës speciale dhe organet e tyre që të vendosen nëse do ta lejojnë apo jo. Para një kohë kam qenë këtu në familje, në atë kohë kam marrë se nana ishte e smurë dhe në gjendje jo të mirë.
kuptohet, ishte edhe takimi i mramë dhe biseda e mramë që kam pas me babën, me Bacin Haxhi. Me thonë dhe dhimbja po rritet, pra na jem shqiptar, na vjen kesh kur familjet tona kalojnë në përdhimbje, kuptohet edhe kur ndodhin këto padrejtësi, si rasti i presidentit që shashtu me familjen. Besoj shumë që nga kjo vujtje, kjo dhimbje, sakrifis, do të nxjerrin mësimet më të mira të shqiptarëve, me ju kushtu adheut lirisht në vazhdimsi, në mënyrë që edhe gëzimet edhe hidhërimet t'i bojmë tamam ashtu si na takojnë pra shqiptarëve. Dhembje që e ndajmë me familjen është një proces i jetës natyrisht, po ardha e presidentit ta sheh babën edhe pas një dite i vdes baba, tregon lidhjen shpirtërore mes djalit edhe prindrit, kështu që Hashimi u nda që e pa prindrin gjallë, po të njëjtën kohë edhe prindi që e preku dorën e djalit që padrejtësisht është në gjykatën speciale. Ishim këtu sot bashkë edhe me kolegë të tjerë nga Partia Demokratike e Kosovës për t'ju shpreh ngushëllimet tona më të sinqerta familjes Thaçi për humbjen e Bacit Haxhi, babait presidentit Hashim Thaçi, një njeriu të jashtëzakonshëm, cilin ne që kemi pas fatin me njoft, do ta kujtojmë gjithmonë për vlerat e jashtëzakonshme që i ka pas, ka qenë një njeri që vërtet unë i them më shumë se sa vetëm një prind i njeriu që ka udhëhequr edhe procesin e çlirimit dhe pavarësimit vendit, po një karakter epik, ashtu si që kemi mësu edhe në kaluar edhe në traditën tonë, ata shqiptarët e mirë të vërtet që kanë ditë me eduku, jo vetëm familjet e tyre, por gjithë brezat, ka qenë një njeri që gjithmonë ka qenë i buzëqeshun, dashamirës, një njeri që na ka përkrahur gjithmonë